ndjes, e ndjekim. Shiko, vota ka kudo është njësoj dhe ka vlerë të njëjtë, qoftë nga burgu, qoftë jashtë, janë ndjesi perplekse të përzjera, pa diskutim pra kufizimi apo privimi që më është bërë në mënyrë të padrejtë për të më shmangur dhe për të mequr nga betejë elektorale, t'jep edhe ndjesin tjetër të një lloj lidhje me zinxhir për të penguar në aktivitetin politik, por momenti sotëm është një moment i veçantë, qoftë edhe nga burgu, është shprehje e vullnetit për ndryshim dhe për të votuar Partinë Demokratike, rastisi që Partia Demokratike është numri 1, unë t'jem votues i parë dhe siç e shihni, apo siç edhe duket, besoj që do të ketë një vot masive për numrin 1 dhe për Partinë Demokratike, besoj që është një ditë e rëndësishme për të votuar çdo qytetar, për të investuar në atë që është më e shenjta në demokraci, që është vota, për të investuar tek një investim që është jo vetëm më i sigurt, por më i rëndësishëm për familjet e tyre, për veten e tyre, për Shqipërinë, që është votimi, për të bërë një Shqipëri europiane, që është e kundërta e Shqipërisë që ka ndërtuar Edi Rama. Nëse Bashkimi Evropian ka demokraci, Shqipëria ka autokraci. Nëse në Bashkimin Evropian sundon ligji dhe shteti së drejtës, në Shqipëri sundon Edi Rama dhe banditët rrotullti. Nëse Bashkimi Evropian ka meritokraci, Shqipëria ka pengim dhe nepotizëm. Nëse Bashkimi Evropian ka të drejta dhe drejtësi, Shqipëria ka padrejtësi. Nëse Bashkimi Evropian ka demokraci, këtu ka autokraci, të gjithë elementët që bëjnë një shtet funksional dhe një shtet demokratik janë e kundërta asaj që po prodhon Edi Rama sot në Shqipëri. Kështu që thirrja, nëse ju keni pyetje të tjera për këtë, thirrja ime është për të dalë masivisht në votime, për të votuar ndryshimin dhe për të bërë të mundur që do ta theksoj edhe këtë, që masiviteti dhe pjesëmarrja e qytetarëve sot mund të bëjnë të mundur për të tejkaluar çdo intimidim, çdo kërcënim apo çdo deformim të vullnetit të zgjedhësve që në këto zgjedhje duket qartazi që ka qenë masiv. Zoti Sarajani, ka një kandidat që ju e mbështesni për të Unë mbështes Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe opozitën. Nuk ka diskutim që të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike janë me diferencë, më me integritet, më profesionist dhe më përfaqësues të qytetarëve, por vota e çdo qytetari sot duhet shkojë për Partinë Demokratike, ka aty një numër të madh kandidatësh ku secili prej votuesve mund të gjejë veten e vet, por vota për Partinë Demokratike dhe për opozitën është vota e duhur në këtë zgjedhje. Zoti Sarajani, ju ka munguar fushata? Pa diskutim, siç e thash, përveç privimit për të marrë pjesë në privimit lirisë, që është themelor dhe kur nuk e ke gjërat e vogla i vlerëson edhe më shumë, nëse të duken të vogla jashtë janë gjërat më të mëdha, dhe prandaj lufta dhe betejë për liri dhe të drejta ka pasur, po them, në thonjza edhe heronjtë të vet në gjithë botën, por janë elementët më të rëndësishëm që bëjnë që një njeri të jetë qenie e tillë dhe që ta bëjë me personalitet dhe të bëjë diferencën nga kafsha, por kufizimi që më është bërë jo vetëm fizik për të burgosur apo për të marrë peng, por edhe për të marrë mandatin që kisha, por edhe mandatin si drejtues politik i qarkut të Elbasanit, dhe për të më privuar nga pasioni im i madh, duket që është, po themi, një jo vetëm privim, por një mungesë e madhe. Ka zyrtarët e burgjeve, zoti Sarajani, po na thonë që duhet të nxitojmë, edhe në këtë cicërimën e zogjve na thuaj një rezultat. Pra na jep një parashikim për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, jo vetëm për qarkun e Firit, por edhe për gjithë Shqipërinë. Së pari ju e dini që pavarësisht çfarë thonë zyrtarët, unë nuk i pyes shumë. Edhe prandaj jam këtu, se unë nuk i nështrojem vullnetit të qeverisë, qofshin në burg apo jashtë burgut. Kështu që vazhdoni me qetësi dhe çdo lloj pyetje që keni do ta shterojmë. Ajo që është e rëndësishme është që të fokusohemi tek mesazhi. Dhe mesazhi është ky: vota masive. Votoni, pjesëmarrja në votime në këtë zgjedhje dhe tejkalimi i gjithë deformimit të vullnetit zgjedhësve që i bëhet këtij procesi është ilaçi për të shëruar Shqipërinë dhe për të bërë Shqipërinë një Shqipëri të jetueshme për gjithë. S'na dhe parashikim. Lëre retorikën politike, një parashikim dhe çfarë ndodh edhe këtu me votat në burg, Ju besoj keni qenë. Se ju thatë pak më herët që mund të kishim edhe skema të tjera. Ju besoj që keni qenë në zgjedhjet tjera, unë asnjëherë nuk kam thënë paraprakisht se si del rezultati, por kam fituar.
kudo ku kam qenë kam fituar, jo vetëm në debatin publik, por edhe në zgjedhje në ato që kam marrë përsipër. Dhe prandaj në Burg i fiton Partia Demokratike po na thon. Prandaj jam edhe këtu. Këtu unë jam i kufizuar, pra nuk kam mundësi kontakti me persona të tjerë, e kanë bërë edhe këtë kufizim që të mos kem mundësi kontakti me persona të tjerë. Ju e dini që kudo në botë të burgosurit përgjithsisht votojnë për opozitën, në Shqipëri në masë të madhe, në çdo zgjedhje me mbi 90% votojnë për qeverinë. Kjo tregon për po themi demokracinë edhe për të gjithë habitatin se si zhvillojnë zgjedhjet në Shqipëri. Do dalë Ervin Saliani me leje, me qenë se mbush edhe afatin ligjor? Me qenë se më pyetët, lejet janë bllokuar për gjithë burgosurit një ditë përpara se unë të merja lejen, sepse duhet të dilja në mars, në prill dhe në maj sipas ligjit, për shkak se kam kryer gjysmën e dënimit, dhe ndaluan edhe pjesën e marrjes lejes, ashtu siç ka ndaluar po themi të gjithë aktivitetin tim politik. I shqetësonte dhe shqetësonte qeverinë edhe kjo pjesë, pa diskutim që pas zgjedhjeve të drejtat që dekojnë çdo qytetari do t'i kem edhe unë, ashtu siç pasi të dalë, besoj që do t'jem edhe më aktiv në lidhje me aktivitetin politik. Unë kam të një pyetje të fundit. Në Top Story, kryeministri i vendit zoti Edi Rama tha që mezi e kishte pritur dënimin tuaj. A keni ju një përgjigje për këtë? E thash që ky është një dënim politik, është një akmarrje personale, është përdorimi i drejtësisë për interesa personale të Edi Ramës, nuk doja ta përmendja atë, por në përgjithësi njerëzit paguajnë në cirk për të parë shimpazet. Tash i vetmi shimpaze, i cili del në për Shqipëri dhe jep shfaqje në gjithë turmën që mbledh për t'i bërë sikur të qeshin ata me këtë. Pra është thellësisht dhe qartësisht një kryeministër i cili mendon që njerëzit janë të gjithë kavje, që i nënshtrohen vullnetit të tij personal të gjitha institucionet e Republikës, pra nëse ne kërkojmë një Shqipëri ku ti nënshtrohen në rregullave dhe ligjit, Edi Rama ka ndërtuar një Shqipëri ku i nënshtrohen ose autoritetet dhe vullnetit të tij personal, ose atyre që kontrollojnë Edi Ramën që janë vullnetit të bandave që siç e shihni në gjithë Shqipërinë janë fushat për Edi Ramën. Kështu që faleminderit ju.